s'ka qenë imponim, se me qenë imponim s'kish me mujt me vazhdu. Jo, jemi mësu duke Po prej rrethona, dërgu prind jo, ata dojnë. as rrethi nuk ka ndiku, për shkak se në kohët e para luftës e dim që fetaria ka qenë pak niveli më i zbehur. Jo që s'kemi qenë musliman, po kemi qenë praktikus pak ma pak. Personi vetëm në familjen tam që është falë, ndoshta edhe në rrethin tam ka qenë gjyshja. Zoti më shiroft, edhe asaj nuk më i dal hakësh kurse hapat e pari ku marrë prej saj. Tani ka dirë Zoti ndërkohë kanë fillu edhe nona, baba, familja, krejt, sot elhamdulillah falim namazin edhe jem praktikus të fesë. Po ai motivuesi kryesor që më ka shty për më bë hoxh, fillimisht me fillu me namaz, domethënë edhe pastaj para luftës kemi falë teravit, veç në Ramazan kemi pas hoxhën, se s'kemi pas xhami. Kemi falë teravit në për shtëpia, ndryshme, për shembull sot e kum pasur në hoxhën, edhe kena falë teravit në shtëpi tam, nesër në shtëpinë të afërmit tjetër kështu me radhë. Edhe fillimisht kam fillu me gjyshen me falë namazin, pastaj në për teravia dhe ka fillu ajo dashnia, domethënë qysh në moshën 10 vjeçare, kam fillu me namaz edhe sot asaj dite alhamdulillah nuk e kam ndërprej. Kam pas se si nxënës kam qenë kështu, kam mësu, nuk jem kanë ndoshta shumë i dallum, po kam qenë për nxënësave të mirë, edhe kërkesa ndoshta edhe familjare në atë kohë kanë qenë me shku për mjekësi, domethënë përderisa ai ki notat e mira mëson mirë, ka qenë edhe mentalitet që ti falo, po për hoxh mos shko më se në farë forme që për hoxh do të më shku, ashtu ka qenë mentaliteti. Po nuk jam asnjë pikë peshman edhe me është jetë e jamja, që me thonë është, përveç që është edhe profesion, është mision edhe është një knasie jashtëzakonshme me qenë hoxh, me qenë shërbim të komunitetit, me qenë shërbim njerëzve, me qenë shërbim të jetimve, shërbim të skamnorëve, mu mundu me rregullu problemet e njerëzve tjerë, ani pse kjo don me lon veten keq, kanë herë me lon edhe familjen tonë keq, me lon punët e tua keq, po të paguhet. Domethënë nuk është që nuk ta kompenzon Zoti, ta kompenzon një formë apo tjetrën, ndoshta një evlad hajrit ashtu Zoti, ndoshta shëndetin, ndoshta rahatin, shumë sene tjera që mirësitë e Zotit janë të panumërta. Më the që ke qenë shumë i lidhur me gjyshen, secili që po vjen po më tregoni për gjyshet. Pikërisht që kam qenë shumë i lidhur me gjyshen, kështu që unë kam humbë don gjyshen para pak muajsh. Ky Ramazan për ne është shumë ndryshe tash. Tregon pak për këtë pjesë. Gjyshet janë dashnë për çdo nip, edhe nipi është për gjyshen është e kom vrejt që tash edhe nonën tam, për shembull, ndoshta ma shumë s'po them që ka dashni, po ma shumë japet mas djalit tam edhe fëmijëve të mi se sa që është dhënë pas neve. Gjyshja është e tillë, domethënë edhe gjyshja jam ka qenë e tillë, domethënë është merr shumë e neve, na ka dashur shumë neve. Ka qenë një tip i qetë shumë, ai e ka bërë të veçantë, domethënë që nuk ka ditë asnjëherë me ta ngrit zonin, nuk ka ditë asnjëherë edhe nëse ndoshta baba ose nona ose axha ose dikush i familjes e ka ngrit zonin për një problem, një sherr që kemi bërë si fëmijë, gjyshja gjithmonë ka afru edhe domethënë afër vetit, ka qetësu, ka ditë me të këshillu, e tillë ka qenë domethënë. Ka shukat kresandët. Domethënë i ka shujt ato zonat e tepërt që kanë qenë. Po them tepërt për mua në atë kohë si fëmijë, se nuk janë tepërt, kritikat për do të më qenë çdo herë për fëmijën, e gjyshja jam ka qenë domethënë një person i tillë, e shoh që po vlet me shumë dashamirësi për gjyshen. Edhe në këtë kohë, domethënë edhe në këtë moshë nëse guxoj me thonë kështu. Po ajo është domethënë shkaktari pasuria më të madhe, pasurinë më të madhe që ku marr prej dikujt në botë ka qenë gjyshja jam, se ku marr domethënë namazin, e ku marr udhëzimin edhe ku marr orientimin në rrugë drejt se ka duhet me shku, jo që nuk më kanë orientuar edhe prindës, edhe babën e kam pas arsimtar
edhe të kohës para lufteve dhe ato viteve të vështira, kur kanë qenë viteve të 90-ta që kanë punu pa paga, do më thonë ka qenë njëri edukator i mirë edhe nonën edukatore të mirë që duhet, po me gjithë ata udhëzimin e Zotit ko marrë pikrisht prej gjyshes, pastaj do më thonë shkollimin e avancimin me mbështetjen e prindve të familjes, po atë sanin ma të shtrajt këtë botë që nuk paguhet me kur gjë heq, as me pasurit, soj botë, as me kur gjë heq, është që ko marrë prej gjyshes tanë. Po normalisht që ka ditë qysh me ta transmitu, se ndoshta dikush është edhe fetar, po munohet me shpirt me ta transmitu, po ngutet ose forme nuk e thot në formën e duhur, e sa edhe bën ma shumë dëm Zotin Arujt se sa dobi. Gjyshja nuk e ka bo një formë tillë, po ka ditë me shpirt qysh me ta afru, edhe veç me sjelljet e saj na të ka bo që ti me pas model në jetën tonë. Inshallah Zoti na bashkon në xhenet me ta dhe me krejt dashnit tonë. Amin. Hoq, tregom rrugën për shtetet arabe, kjo më bën përshtypje. Që ka qenë shumë e vështirë, nuk ka qenë qaq e lehtë. Une, kur e kam përfundu medresen, kam apliku në për vendet ndryshme arabe për me vazhdu studimet. Në vitin e parë se përfundova medresen nuk u pranova në asnjë vend. Ashtu fati, ka deshtë, më në shkru me kader, që ka shkru Zoti. Kam vazhdu një vjetë fakultetin e studimeve islame këtu në Prishtinë, edhe kam regjistru pastaj fakultetin e gjuhës shqipe. Në momentin që u pranova edhe në gjuhë shqipe, kom pas kështu si hobi, si qef, kështu me vazhdu, jam pranu në Yemen. Edhe të njëjtën kohë jam pranu edhe në Livi, në 2 shtete, do të thonë, po ajo që më ka bën në Yemen ka qenë shoqënia e mirë që ata shok i kam së dhe asaj dite dhe kim bojmë lidhjet, edhe pse kam përfundu studimet para 15 vite në Yemen, po jemi shok sikur kur kemi qenë edhe gjatë studimeve, vizitohemi, bojmë darkat për të bashkëta me njëri tjetrin, rrimë njëri tjetrin, takohem çdo qytet Kosovës, shoqënit që kemi pas gjatë studimeve në Yemen, ku të shkoj nuk ka mundësi me kalu atë qytet pa e thirr shokun tam ose 2 shok ose 3 shok ose sa kemi qenë. Edhe jam pranu në Yemen, pak familja fillimisht ka hezitu, ato pse s'po e përfundon këtu në Prishtinë, masi ke fillu edhe ma lehtë, ma afër, që vesa edhe shpenzime ma pak, se është dashur një pjesë shpenzime me mbulu edhe na, një pjesë e ka mbulu edhe vetë fakulteti për universiteti që ka qenë në Yemen. Kanë hezitu pak, po unë kam ngull që me vazhdu edhe pak edhe si natyrë kështë. Tamen e kam pak kur të vendosi diçka është koxha zor me u tërhiq mrapa. Me zor vendosi, koxha hezitoj, studioj, do të thonë që a me marr një rrugë ajo edhe kur të marr ka një herë në dorë që ndoshta edhe kam gabim. Edhe ma vonë vërtetoj, do të thonë që kam gabim, po më thojnë ndoshta 4-5 veta që keq je, po kur të mendoj që kam mirë, kështu nuk thëna mrapa. Pastaj e kom pas për krajen e vazhdueshme, do të thonë, të familjes, edhe pse pagat kanë qenë atë kohë shumë jashtëzakonisht të vogla, ndoshta gjysmën e pagës të babës në atë kohë dhe të shpenzimeve të familjes e kom marrën si student, po elhamdulillah kom përfundu edhe i kom arrit disa prej synimeve të mia që i kom pas.